Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, mirësitë, bekimet dhe mëshira e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu t'i lutem që të jemi pa përjashtim pjesa e asaj mirësie për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: sa herë që besimtarët mblidhen në një shtëpi për shtëpive të Zotit, për të lexuar Kur'an ose për të medituar rreth Kur'anit ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut derdhet mbi ta, përjetojnë qetësi shpirtërore, mbulohen dhe rrethohen nga me lajket, Zoti I përmend atje ku është ai. Dhe kur çohen nga këto vende dhe takime, një zë thret nga qielli çohuni se Zoti Allahu u ka falur gjunahet, gjitha të këqijat që keni pas u ka kthyer në sevape. Qofshim ne pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Amin. Jemi në komentimin e surës At-Takathur, që është faktikisht një tregues I lakmisë së njeriu, dëshira e tij për të mbledhur dhe për të pasur sa më shumë. E ke parasysh fëmia I vogël I do gjithë lodrat për vete. Është natyrën e njeriu, do gjithçka për vete. Dhe kjo me rritjen e njeriu duket sikur zbehet, po faktikisht është aty brenda robit. Dhe kur bëhet fjalë për gjëra me vlerë, zgjohet, aktivizohet. Në emër të saj mund të vras, në emër të saj mund të shpall luftra të pafajshme, në emër të saj mund të morë jetë njerëzish, në emër të saj mund të morë pasuritë e njerëzve të pamerituara, në emër të saj mund të preki dinjitetet njerëzore, dhe në emër të saj dhe në emër të saj dhe në emër të saj, gjithë problemi I cili është el-hakumut takathur. Dëshira për të mbledhur, dëshira për të pasur sa më shumë, dhe ne gjithmonë kur ka tematika të tilla, themi se Islami nuk e ka problemin me të pasurit, po me mënyrën se si pasurohesh dhe me mënyrën se si e harxhon këto para apo këtë fitim që të ka fal I Madhi Zot. A e jep hakun e Zotit në të? A e jep hakun vetes në të? A e jep hakun familjes, gruas, fëmijëve në të? Apo je thjesht një grumbullues që kur ikën nga kjo botë I bëhet qefi krijesave të Zotit, se thonë tani na u lirun gjanat. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur: o njeri, ty nuk të takon nga kjo botë vetëm se çfarë vesh dhe konsumon. Përndryshe e lën për trashëgimtarët, jetu e mbledh, jetu e depozituar për trashëgimtarët, ose diçka që e depoziton për botën tjetër. Për këtë arsye në një hadith shumë interesant, pejgamberi sa më tregon se cila është sadakaja më e mirë. Tha, sadakaja më e mirë e njeriu është ajo sadaka kur njeriu jep që është I shnetshëm, shpreson të pasurohet dhe ka frikën e varfërisë. Kjo është sadakaja më e mirë. Se kur njeriu s'ka, edhe nuk është se është mësuar me atë I bën fort përshtypje. Kur njeriu s'ka shnetin, po ka pasuninë, thot, t'jap se të shërohem, të mboj Zoti Marku, dëgjon e tjerë, ndoshta është funi e tjerë. Po kur është fund të jetës, I del për sy çdo gjë, edhe me dhonë nuk e ka të lehtë, edhe me dhonë e ka të lehtë, kurse sadakaja më e mirë është kur ai jep njeriu I shnetshëm, shpreson që të pasurohet, ka frikë se dhënia mund ta dëmtojë, kjo është ajo, sepse atëherë ka ndjesinë dhe vlerën e duhur. Suratu At-Takathur, Allahu xhalla xhelaluhu tregon se ka njerëz që zgjohen, po zgjohen me vonesë. Zgjohen kur shkojnë në varreza. E ky zgjim kur njeriu vdes, s'bën dobi. Se nuk ka njeri në jetën e kësaj bote që nuk do të zgjohet nga gjumi I hutis. Nuk ka njeri në jetën e kësaj bote që nuk do të zgjohet nga gjumi I hutis. Dikush nga gjumi shumë I thellë I hutis dhe dikush nga
kjo kotja e hutis dhe dikush nga momentet e hutis. Vallaj, kur vjen vdekja, e ke synin fil, kur i thon, e njeriu lumbrat një që zgjohet para se me ardh ky moment dhe i kupton gjonat përpara se me ardh ky moment dhe i kap gjërat përpara se me ardh ky moment. Lumbrat një që merr mësim nga të tjerët dhe nuk bëhet mësim për të tjerët. Tha Zoti, elhakumut takathuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Keni për ta kuptuar këtë. Këtë që po thuhet, do ta dini shumë mirë. Me të vërtet do ta dini shumë mirë këtë që po ju thuhet. Por ke për ta kuptuar shumë mirë, ke për ta pa me sytë e ballit këtë që po thuhet, ke për ta ndjerë me shpirt e me zemër gjithçka. Puna është si me kap situatën para. Ne dham një shembull javën e kaluar dhe tham, i ditë pyetjet e provimit mas provimit s'bën dobi. I ditë para provimit s'bën dobi. Kur bën dobi me i ditë pyetjet e provimit kur janë provim? Kështu është kjo punë. Nëse e kapim situatën para se me shku, ke ky moment jemi mirë. Nëse se kapim situatën, vallaj problem do të jetë. Po ne besojmë tek një Zot i cili na do fort, i cili do fort besimtarët, i cili nuk i lën balt besimtarët. Nuk ka dyshim se nëse Allahu tek ne ka pas sinqeritet, ka pa tek ne dëshirën për të bërë më të mirën, ka pa tek ne pastërtinë e shpirtit, ka pa tek ne dëshirën për të arritur vullnetin, dëshirën për të arritur kënaqësinë e tij, nuk na lën Zoti kurrë, nuk na tradhton Allahu në momentet e fundit të jetës, apo nuk na tradhton Allahu në një udhtim që s'dim se si vjen e ku dëgjon etj. Allahu është waliyul ladhina amanu. Allahu është i dashuri, miku dhe mbrojtësi i besimtarëve. Jo vetëm në këtë botë, po në udhtimin e varrit, në udhtimin e kiametit, në rrugën e siratit, në urën e siratit, e derisa të na fusi i madhi Zot në xhenetet e tij. Shpresa në Zot është, elhamdulillah. Dhe ne kemi thonë që shpresa thon xhahilat vdes e fundit, kurse ne themi shpresa jonë Allahu nuk vdes kurrë. Dhe shpresën ne kemi në Allahun xhalla xhelaluhu. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. علم اليقين dhe عين اليقين, një përmend këtu. Ilm el-yaqin, dia e ngritur mbi argumenta të padiskutueshme. Ilm el-yaqin, që është edhe faza e parë e njohurisë. Kur njeriu shkon në fazën ilm yaqin, dije e sigurt, e padiskutueshme, domethënë, siç themin e ka thënë Allahu, s'ka më diskutim. Ka thënë pejgamberi, s'ka më diskutim. Më ka thonë një që është shumë i besueshëm që e ka pa vetë ngjarjen, s'ka më diskutim. Përderisa është i besueshëm, s'ka më diskutim. Pra ilm yakin quhet dia e sigurt, e padiskutueshme, siç themi ne 100%. I sigurt se është kështu. Dhe kemi ain el yakin, kur njeriu e sheh atë që ka besuar në të vërtetë. Dhe haq al yakin, e vërteta e përjetuar. E vërteta e shikuar, e vërteta e përjetuar. Pra dia e sigurt, e vërteta e hetuar ose e shikuar, dhe e vërteta e përjetuar. Si me thonë, se ka xhenet është ilm yaqin. Kur ta shohim ditën e kiametit, xhenetin është ain yaqin. Kur të futemi në xhenet, është haq el-yaqin. Allahu në bof për i banorëve të xhenetit. Amin. Thoshte njëri prej komentatorëve të Kuranit, pse përsëritet 2 herë? Kalla law ta'lamuna ilmi yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha ayn al-yaqin. Po ta përkthejmë shqip, s'ka dyshim se do ta shihni zjarrin
xhehenemin, dënimin e Zotit. Edhe njëherë po ju a them, se s'ka dyshim, se do ta hetoni, do ta shikoni këtë të vërtet që është zjarri i xhehenemit. Kanë thonë përsëritja nën kupton përforcim dhe sigurim të informacionit. Si një njeri i cili do të çojë një mesazh shumë të rëndësishëm dhe e përsërit atë 2 herë, 3 herë, në kuptimin që të fiksohet mirë. Ky është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë, thotë çdo njeri do ta shohë, do ta di dhe do ta shohë. Pastaj vjen përjetimi. Pra dia do të jetë një moment edhe për jo besimtarët dija e sigurt. Kur do të jetë dija e sigurt për jo besimtarët në rastin e zjarrit të xhehenemit në varr? Kur t'i dalë shpirti dhe t'i vendoset në pëlhurat e zjarrit të xhehenemit. Aty është dija e sigurt për të. Dija bëhet e sigurt, ndërsa shikimi i sigurt kur bëhet për të ditën e Kiametit. Përjetimi i sigurt për besimtarin do të bëhet kur të futet zjarri i xhehenemit, sotin. Pastaj vjen ajeti i fundit, tek ky ajet do të ndalemi pak më shumë, thumme latus'alunna yawma idhin anin na'im. Merr një kuriozitet. Është i vetmi rast, ose ndoshta mund të jetë në një rast tjetër në Kur'an, ku përmendet vetëm xhehenemi pa xhenetin. Në përgjithësi, në të gjitha ajetet e Kuranit, xheneti dhe xhehenemi vijnë bashkë, përveç këtu. Domethënë, sikur don Allahu xhallal xhelaluhu për njerëzit që të zgjohen se nuk është çështje, si më thon, çështje kohe edhe maron. Nuk është çështje kohe dhe shuhet. Nuk është çështje je i kotu u dënu, pastaj do të lirohesh e do të futesh prapë do të lirohesh. S'ka. Xhehenemi është la yamutu fiha wala yahya. As i vdekur as i gjallë. Pra me kuptimin nuk është jetë, sa i gjallë është, ai çdo gjë e shijon në maksimum prej, si më thon, prej notave të dënimit që ka xhehenemi, po me kuptimin nuk është jetë. E ke parasysh, t'jap një shembull në këtë botë. Kur dhem koka për shembull, të shijon gjë? Nuk të shijon asgjë. Po mirë, aty mund të hajsh mish, mund të hajsh, or nuk të shijon asgjë kur dhem koka, mori fund historia. Në zjarr xhehenemit, ajo nuk është jetë, je në furr. E më i keqja asaj se s'ka asgjë me hongër, se këtu për shembull thotë po pikte se po ma lën ndoshta, se ka thonë doktor Ibrahimi po të pikte lirohesh. Pa ti s'ka asgjë që më u liru. Kur han diçka ju ngjet në fyt. Që të pin diçka që ta hedhin poshtë, u bjerë edhe lëkura, u bjerë edhe goja në tokë. Nuk është jetë. La yamutu fiha wala yahya. Për këtë arsye do të vijë një moment që ato do të dëshirojnë vdekjen. Si u vjen përgjigja, i thon melekut, përgjegjës, Malik, li yaqdi alejna rabbuk, thuaj Zotit na e mori shpirtin. Mas 40 vjeç prej viteve të ahiretit ju vjen përgjigja, çfarë? Qala innakum makithun. Aty do të jeni përgjithmonë. Kaq ishte përgjigja mas 40 vjeç pritje me vitet e ahiretit. Me vitet e ahiretit. Etj. Për këtë arsye, domethënë, nëse ka një sure që mund ta zgjojë njeriu në zgjut, është kjo sure. Për këtë arsye po ta shohësh që ka mbyll të gjitha sinjalet e dritës këtu. Pra më dhon me kuptu që do të më pas shumë kujdes. Tamam ai hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tha xheneti është më afër ndonjërit për ju se sa lidhja e kputësve të tij. Po edhe xhehenemi është më afër ndonjërit për ju se sa lidhja e kputësve të tij. Tha i madhi Zot Allahu xhallal xhelaluhu, thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Këtu faktikisht tregohet një ngjarje e njohur, historia e kujt? Historia e Buhurerës, e Abu Bekrit dhe Omerit dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë një kohë shumë e vështirë. Dhe Abu Hurera radhiyallahu anhu i ndalonte njerëzit rrugës për t'i pyet gjasme. Po ishte tirat fikt për bukë, për të hongër. E thotë, "Gjë është një ajet kuranor, si e ka kuptimin ky ajeti?" Ngjoti çika ajetin, mendojte se ky po thotë, "O e boja, ke hongër gjë? Hajde hajmë në gjë." Ai jepte përgjigjen dhe ikte. Vjet tjetër. Vjen Abu Bekri.
E pyet Ebu Bekri, hiç asgjë. Vjen Omeri, hiç asgjë. Edhe vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe u bën grup, ishin gjithë i saj. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Abu Bekri, Omeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do shkojmë ke shtëpia e filonit. Grup i organizuar. Edhe shkojnë atje, nuk e gjejnë zotin në shtëpi, e dini historinë, pra gjejnë gruan e tij, ajo gëzohet shumë, i fut në shtëpi, burri s'kishte ardhur akoma. Kur vjen ai gëzohet edhe më shumë se sa gruaja e tij, kishte i keq, e theri atë keqin, kishte gjalp aty, e mori hurmat, i shtypi, i hodhi gjalpin sipër, edhe i çik brum, edhe e boni si hallvasi. Edhe ndërkohë që ky po përgatiste këtë, ai keqi na boni Allah nëse jeni të pangrën sot, ai keqi po piqej, keqi i njom, apo së shkohë keqave tani, pranverë. Edhe ai keqi u poq, kur ai u poq, e u rregullu, u avuni përpara. Pritni, tha, dhe një sekondë se kam harruar diçka, shkoi mushi ujë të ftohtë, bëjën burra, tha, hangër këta të gjithë, hangër ato mëlsinën, pinë dhe atë ujën e ftohtë. Omeri radhiyallahu anhu solli një deg hurme, me sa duhet nga kopshti vet, edhe vuni aty përpara. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Wallahi la tus'alunna yawma idhin an hadhihi ni'am. Pasha Zotin gjeni për të pyet për këto mirësi të Zotit. Subhanallahu, subhanallahu. Faktikisht këto nuk ishin të këtyne, ishin të tjetrit. Omeri radhiyallahu anhu e përjetoi shumë, se këtë pjesë ndoshta nuk e keni ngjuar ndonjëherë. Omeri e përjetoi shumë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e gjujtja degën e hurmës, thot transmetimi, u shpërndan kokrat e hurmës në tokë. E përjetoi shumë Omeri këtë fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domethënë i doli prej shijes me kuptimin edhe domethënë kaq e mpret që ka gjëja, kaq e thellë që ka gjëja. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përveç 3 gjërave nuk pyetet njeriu në botën tjetër. Kur han një kafshat me majt shpirtin e tij, kur ka një rob me mulu auretin e tij, dhe kur ka një kacolle me fut kokën e tij, për këto 3 gjëra nuk pyetet. Mbik, me kuptimin mbik, nga kaq e lart ke pyetje tha. Nga kaq e lart ke pyetje. Lutë Allahun na forcoj ditën e Kiametit, të na fali, të na mëshiroj. A është ky sebebi në përgjithësi përmendet si sebeb? Po jo, nuk është sebeb. Është argumentim profetik me një ajet kuranor mbi një ngjarje të caktuar, por nuk është sebebi i zbritjes ose shkaku i zbritjes së ajetit, siç e përmendin disa njerëz, nuk ka lidhje me shkakun e zbritjes. Le të ndalim te kjo pikë. Cilat janë këto mirësi, le të themi, apo begati për të cilat do të pyetet njeriu në botën tjetër? Disa janë përmendura në hadith. Për shembull, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të luajë njeriu ditën e Kiametit nga veni i tij pa u pyet për 4 gjëra. Ky është një hadith që i kam mbledh bashk. Dijen sa ka punuar me të, pasurinë si e ka fituar dhe si e ka harxuar, jetën e tij si e ka bërë, domethënë, dhe shnetin e tij si e ka shfrytzuar. Hadithi tjetër shton kohën e lirë si e ka shfrytzuar. Hadithi tjetër shton rinin e tij si e ka kaluar. Pra, janë disa gjëra që janë të padiskutueshme. 1. Dija sa ke punuar me të. Kjo është e padiskutueshme. Po mirë, lind pyetja këtu. Shejtani punon me njeriu dhe thot, po mirë, është më mirë me ditë apo mos me ditë? Se domethënë po të mësoke shumë, do të pyetke. Atëherë më mirë mos më mësu shumë. Ndërkohë që feja thot kundërtën faktikisht. Thot feja njeriu duhet mësoj, njeriu duhet dije tjetër. Ka i përplasje të vogël këtu? Ka i përplasje të vogël. Po cila është përgjigja? Dija e vërtet dhe dija e mësuar me pastërti dhe me sinqeritet e çon njeriu në takua. Sepse varet sepse po e mëson dijen. Nëse njeriu e merr dijen për hatër të Zotit, kjo dije ka për ta çuar në devocion dhe në përkushtim. Pavarësisht se si e nis njeriu dijen e tij. Se njeriu mund ta nisë dijen e tij edhe për të duk, Zot na ruaj. Mund ta nisë dijen e tij edhe për të pasuruar, mund ta nisë. Mirë, po dija nuk të lën. Si tha
Sufjan e Thauri ose Sufjan ibn Uyayna tha talabna al-ilma la lillah fa aba an yakuna illa lillah. Kur e nisëm tha nuk e nisëm për hatër të Zotit, po nuk na la dia derisa na bëni sinqert për hatrin e Zotit. Pra dia e vërtetë dhe e kërkuar për hatër të Zotit dhe e kërkuar me qëllimin e mirë nuk e lën njeriu, nuk e lën, e ndriçon njeriu dhe e nxjerr në bregun e sigurisë dhe qetësi. Pyetja tjetër është jeta jote. Si ke kaluar jetën, vëlla? Në fund fare rezultati i jetës si ka dalë? Kënaq Zoti prej teje apo hidhur Zoti prej teje? Pyetja tjetër, po i marrim disa që kanë ardhur në hadith, pastaj do dalim tek tjerat. Është pyetja mbi rinin. Pse është përcaktuar rinia dhe jo koha tjetër? Sepse është koha më, si më thon, më produktive ku njeriu mund të japi. Dhe rini tek ne në Islam nën kupton nga mosha e pubertetit deri në moshën 40 vjeçare. Pra kemi rini dy fazore, kemi rini të parë që është deri në moshën 30 vjeçare dhe rini të dy deri në moshën 40 vjeçare dhe 40 vjeç fillon burrnia dhe pjekuria e njeriu. Kjo nuk do të thotë se s'ka përgjegjësi njeriu para kësaj moshe, po me kuptimin e pjekurisë. Po njeriu përgjegjësinë sipas fesë e fillon qysh në moshën 13 apo 14 apo 15 vjeçar kur fillon dhe puberteti i tij. Usama ibn Zeid që ka udhëheq sahabët në luftë ka qenë 17 vjeç. Pas ka qenë burr, s'ka dyshim. Po ne po flasim për diçka tjetër. Për rinin e tij sepse është koha më ku njeriu mund të japi, edhe jo vetëm kaq, por në saj të rinisë shkon edhe jeta e njeriu faktikisht. Në përgjithësi, kush ka një rini të mirë dhe të mbar, Zoti ashtu ja çon deri në fund. Në përgjithësi ndodh kjo. Për këtë arsye në hadithin e 7 kategorive që do të jenë në hijen e arshit Allahut ditën e Kiametit, dhe i riu ose e reja që e ka nisë qysh në rini adhurimin e Allahut dhe një transmetim thot derisa të vdesë ashtu. Po në përgjithësi kush e nis mirë e mbyll mirë me shpresën e të madhët Zot. Që është përmend hadith, pra që i ka përmbledh një hadith për shembull, është koha e lirë e njeriu. Pse koha e lirë? Se njeriu kur është i angazhuar ka një lloj arsyetimi. Po se bona do se isha në punë për shembull, ose isha në shkollë, po në kohën e lirë, çfarë arsyetimi kishi që mos ta bëjshe? Pra është pyetje, si më thon, pyetje më e detajuar koha e lirë, kjo nuk do të thotë se ke shpëtuar po që i angazhuar në lënien e farzit apo në bërjen e haramit. Jo, ideja është se këtu ke qenë më i pavarur. Për këtë arsye është theksuar. Tha kur është i shnetshëm. Pse i shnetshëm? Po boni gjinofe kur është robi i smur, nuk merret llogari. Jo, s'ka lidhje. Këtu nuk po flet për këtë gjë, këtu po flet se njeriu kur është i smur, nuk e ka prirën dhe për të bërë gjuna, se ndoshta s'ka fuqi ose mendon gjona të tjera. Kurse kur është i shnetshëm, nuk i shkon mendja. E tërheq më shumë. E tërheq më shumë pasione, e tërheq më shumë epshe tjera, për këtë arsye dhe është përmend shneti. Tham për pasurinë, është vetëm një gjë që ka dy pyetje. Pasunia është vetëm një gjë që ka dy pyetje. Si është fitu dhe si e ke harxhu? Si është fitu me kuptimin të jetë fituar në rrugë të pastër të halal, pa haram, pa shkel urdhnat e Zotit, ose pa shkel farzet se du me fitu, pa shkel farzet se du me fitu. Ka raste që shkelet farzet se du me fitu. Nuk e bën me haram, është në rregull. S'ka aty as alkol, as mishdere, as i gjë, po shkel farzet. Çdo thot me shkel farzet, me i hik namazin në emër të tregtisë. Këtë quhet haram. Fiton për ditë xhumaje, shet dhe blen për ditë xhumaje. Nuk e mbyll dyqanin për ditë xhumaje, ose restorantin ose lokalin. Ai orari i xhumas është haram, sikur me fut mishderi në shtëpi. Sikur me fut alkol në shtëpi, njësoj, haram është. Wadharul bay', lini tregtin. Jo po se njerëzit nuk janë gjithë muslimanë vëlla tani, nuk ka dhe njerëz tjerë. Allahu të lehtësoft. Allahu të lehtësoft. Dhe si e ka harxhu? Pra nuk është puna vetëm ta fitosh halal. Puna është edhe duhet me e harxhu në rrugën e saktë. Ti nuk mund ta harxhosh pasurinë e fituar
edhe pse është halal në haram. Po vlla kam fituar me derta në ho vlla duhet ta harxhosh në halal. Minimale që duhet të ketë një pasurinë e tij se s'duhet ta harxhojë në haram. Minimalja. Unë nuk po them mos me tepër atje sepse njeriu le të bëjë çfarë det. Unë jam kundër atyre që thotë njeriu do të jetë sa më modest, jo s'ka lidhje fare. Ata e ke halal. Allahu don për robët e tij, nëse i ka dhënë të mira, të shohë gjurmët e të mirave në jetën e tij. Pra Allahu nuk don për njeriu të pastër që të sillet si i marrum. Nuk e don Allahu këtë gjë, se për ne ja ka dhënë që ta jetojë, ta gëzojë etj. A Allahu nuk don me në madhsinë. Allahu nuk don mburrjen. Allahu nuk do që ti injorosh të tjerët në emër të asaj që ke. Ama nëse ti je në rregull me normat, dhe do makinën më të mirë, do rrobën më të mirë, do kputucët më të mirë, do parfumin më të mirë, halal të qoftë shumë mirë. Asnjë lloj problemi nuk ka fetarisht. Përmendim dhe disa mirësi të tjera që ne do të pyetemi, duke u mbështetur prapë tek hadithi që kalum. Cili ishte? Të mirat të ngrënit dhe të pirit. E ke parasysh ne nga një herë na hik nga mendja kjo gjëja. Për këtë arsye ka thonë feja që sa herë të marrësh ushqimin, çfarë duhet me thonë? Pse? S'është mirësi e Zotit. Ka njerëz që nuk e kanë, ka njerëz që e ndrojnë. Ka njerëz unë kam shëtit në përbot. Vallahi bilaj ka njerëz që jetojnë si të sigurojnë ushqimin ditor, kaq. Nuk ka ëndër tjetër, ka popull sot në botë, vallahi bilaj. Që ai nuk ka ëndër tjetër kur gdhin mjesi, që vetëm se të sigurojë ushqimin ditor, kaq është mbaroi lumturia për të. Kurse ndonjëri prej nesh ky lloj hesapi nuk ekziston më. Ne mendojmë se ta mbyllim muin. Dikush prej nesh mendon se ta mbylli vitin, nëse ndodh ai lufta apo diçka, çfarë duhet dej me pas ke shtëpia për shembull. Atë kjo është një mirësi që duhet falendëruar Zotin për të. Për këtë arsye tha do të pyeteni për mirësinë e të ngrënit dhe të pirit. Është një nga pyetjet. Para me kuptimin si e ke fitu dhe e tregu falendërues ndaj Allahut. Ka një hadith që thotë Allahu don për robët e tij, Allahu don, por nuk e ka kërku. Shi sa bukur, Allahu do për robët e tij, por nuk e ka kërku. Që ta falenderoj për çdo herë që pin e për çdo herë që han, por nuk e ka kërku. Është mjaftu me elhamdulillah në fund fare, po the elhamdulillah në fund fare ke bë atë që duhet bër. Ama Allahu don sa herë han, sa herë pin, e don Allahu xhallahu. Po nuk e ka ngarku një dhe nuk e ka thonë, po është mjaftu me elhamdulillah në fund fare. Transmetohet një hadith shumë interesant nga Abdullah ibn Zubair ibn Awam, nga jati i tij, se kur Allahu xhallahu zbriti, thumma la tusalun yawma idhin anin naim, do të pyeteni për çdo të mirë që ka fal Zoti, tha: O i dërguar i Allahut, për çfarë bëhet fjalë? Se po ta përkthesh kështu thot, nuk ka dyshim se do të pyeteni për mirësi dhe begatit. Fjala mirësi dhe begati, në mendje gjëja e parë që i shkon njeriu të mendja është kush? Komoditeti. Jeta e mirë, keni për të pyetur për mirësi dhe begatit. Që do me thonë, në logjikën e thjesht, për këto gjonat që janë nevoja, kështu s'ka pyetje, gjoje. Tha, wa innahuma huma al-aswadan. Nga njëherë tha, ne jetojmë me dy të zezat. Dy të zezat është një shprehje që e përdorin në arab për hurmin edhe për ujin. Kështu e kanë si shprehje. Siç thon për shembull el-kameran për diellin dhe për hënën. Faktikisht ai është diell dhe hënë, ato i thon dy hënat, pra përdoret. Ose siç i thon el-abyadan ose el-ahmaran. El-abyadan i thon florinit edhe sermës. E përdorin si shprehje edhe këtu. Tha ama innahu sayakun. Tha pejgamberi sa po, për gjithçka. Sa ti ju duk se për atë që është minimalja, që është hurmi dhe uji, po, edhe për ujin, edhe për hurmin. Ose hadithi tjetër, hadithi Xhabirit radhiyallahu anhu, në të njëjtin kuptim. Na ndodhi një ditë thotë që ishim me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe na solli një sahabi, thotë ishim mulk, thotë na solli hurmë të njom edhe ujë të ftohtë. Edhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
Hadha min an-na'imi alladhi satus'alun anhu. Edhe kjo është prej mirësive të Zotit për cilën po pyeteni, për cilën do të pyeteni pra ditën e Kiametit. Mirësia e shnetit, ne e përmendëm, po ka një hadith specifik. E përmendëm pak më përpara, po ka një hadith që e përmend shumë specifik. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: prej gjërave të para të mirësive dhe begative të njeriut që do të pyetet për të ditën e Kiametit, do t'i thuhet: Alam nusih jismaka wa nurayka al-ma al-barid. A nuk të kemi dhënë shnet në trupin tënd dhe të kemi dhënë ujë të kulluar për të pirë? Qysh këtu fillon muhabeti, qysh këtu fillon hesabi. Allahu na nxjerr më hajër. Dia dhe pasuria e përmendëm, koha edhe atë e përmendëm, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ni'matani maqbunun fihima kathirun min an-nas. Dy mirësi dhe begati njerëzit mashtrohen, pra nuk ja din vlerën dhe ju ikën pa kuptuar. As-sihhatu wal farag, shneti edhe koha e lirë. Prej mirësive dhe begative është pasuria që zotëron njeriu. Kemi shumë të mira dhe mirësi dhe begati që harrojmë ta falenderojmë Zotin. Sa herë hipim makinës, harrojmë të bëjmë dhikrin, na duket si diçka normale. Për shembull, dikush ka dyqan, dikush ka restoran, dikush ka ëmbëltore, dikush ka i punë shumë të mirë që i mjafton për vete dhe për familjen e tij. Për jetën bashkëtorë, me qenë i martuar është bekim i madh. Mashkulli, po me qenë femra e martuar është bekim i madh. Po ne harrojmë të falenderojmë Zotin për këtë mirësi dhe begati, se na duket sikur është e mbaruar kjo pjesë. Çfarë është tjetër, çka ka tjetër mbas saj? Po faktikisht është mirësi dhe bekim prej Allahut xhalla xhelaluhu. Thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: لا يلقين أحدكم ربه يوم القيامة فيقول له ألم أسخر لك الخيل والإبل ألم أذرك ترأس وتربع ألم أزوجك فلانا خطبها الخطاب خطبهم الخطاب فمنعتهم وزوجتك. الله أكبر. Abu Huraira thot, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të takoni Zotin tuaj pa dyshim ditën e Kiametit. Edhe ai do t'ju thot: a nuk të kam dhënë mjet transporti, qoftë kal, qoftë deve, qoftë makinë? A nuk të dhash mundësinë që të rritesh i shnetshëm e të jesh dikushi? A nuk të dham filanën, pra nuk të martum me filanën, ndërkohë që kishin shumë të tjerë që e kishin kërkuar përpara teje? Po ta dham ty. Pra prej Zotit, martesa është prej Zotit. Po ne duhet bëjmë sebebet normalisht. Pa atë gosë që e ke marrë ti, ndoshta ka kërkuar dikush tjetër, ose jo, jeti i pari, ta ka bo Zoti kismet qysh herën e parë. Prej mirësive dhe begative për cilat ka ardhur transmetim që do të ketë pyetje është mirësia dhe begatia e fëmisë. Apo ja, ta Zotin Kur'an: ja ju alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O që keni besuar, ruani vetët dhe familjet tuaja nga zjarri i xhenemit. Kështu do të pyetesh edhe për fëmin. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: ju të gjithë jeni përgjegjës dhe gjithë secili për ju do të japi llogari për atë që është nën përgjegjësinë dhe varësinë e tij. Burri, kryefamiljari, është përgjegjës për të gjithë anëtarët e familjes. Dhe do të pyetet për gjithë secilin prej tyre. E ka eduku, e ka dhënë hakun, e ka kujdes, e ku dijon të tjerë. Pra nuk është çështje e lehtë kjo punë. Po mirë, kur quhet se një mirësie dhe begatie, do të pyetemi, kur e kalojmë provimin dhe kur nuk e kalojmë provimin në mirësitë? Nëse ne falenderojmë Zotin,
Dhe kjo mirësi bëhet sebeb që të afrohemi me Zotin, që mos bëjmë keq, që mos të hidhrojmë Zotin, do të thotë se ne ja kena dhënë hakun mirësisë. E nëse mirësia që Zoti na ka fal, bëhet sebeb që të largohemi prej Zotit, që të lejmë detyrat apo që të bëjmë harame, do të thotë se ne kena ngel në provim në mirësinë e Zotit. Për këtë arsye themi ne që falënderimi nuk është vetëm llavë goje, po duhet të jetë edhe me vepra. Falënderim fillon me zemër, pra ti e din që kjo është prej Zotit. Falënderim ta shprehësh elhamdulillah, dhe falënderim mos ta përdorësh mirën e Zotit në hidhrimin e tij apo për të larguar prej tij. Apo për të larguar prej tij. Është dhe një mirësi tjetër shumë e rëndësishme, për cilën ne do të japim llogari, dhe është më e rëndësishme se të gjitha, është udhëzimi në Islam. Nëse të gjitha këto gjëra që ne i kena përmend kanë vlerë të madhe, vallahi billahi, mirësia dhe bekimi i udhëzimit në Islam është ajo që është më e madhja mirësi dhe begati e Zotit. Dhe për atë do të jetë pyetja më e rëndësishme ditën e Kiametit. Sa jemi ne falëndërues ndaj Allahut për këtë mirësi që na ka falë Allahu? Sa e kemi vënë në punë ne këtë gjë? Sa kemi vepruar ne si falëndërues ndaj kësaj mirësie të Zotit? E shembulli më i lartë i kuptimit të kësaj gjëje, i veprimit me këtë gjë është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I tha nëna e besimtarëve, o pejgamberi i Zotit, pse lodhesh kaq shumë se Zoti ti ka dhënë, ti ka falë të gjitha? Tha po pse mos ti e mund, tha Aisha, njeri falëndërues, pra falëndërues me vepra. Kjo është ideja, me qenë falëndërues me vepra. Tregohet se Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu e pyeti, pra Abdullah ibn Amr ibn al-As e pyeti një burr dhe i tha: a nuk jemi ne të varfërit e muhaxhirëve? Se të varfërit e muhaxhirëve kanë pas status të veçantë. Gjithë halifet i kanë parë me një status, muhaxhirët i kanë parë me status të veçantë, edhe nëse ndër muhaxhirët kishte të varfër, shihemi një status edhe më të veçantë. I tha një burr Abdullah ibn Amr ibn al-As: a nuk jemi ne prej të varfërve muhaxhirëve? I tha Abdullah ibn Amr ibn al-As, tha: a ke grua tek e cila strehohesh? A ke banes ku fut kokën? A i tha po. Atëherë dija o vëlla, tha, se ti je prej të pasurve. A ka dhënë Zoti shtëpi? Po. A ke grua e fëmijë? Po. Ta më nga kjo botë. A i tha: wali e khadim, kam dhe një kështu, tha, se më thonë shërbëtor që bën punë të gjonat. I tha: idhen fa anta min al muluk. Tha po ti që e ke mbretër, vëlla. Ti që e ke për mbretërve. Të gjitha kanë mundësinë të shansin me pasirop që ti pastrohet, ti bëj punë të shkojë të vi për të. Po ti që i varfër që ke mashallah. I tha një burr Yunus ibn Ubejdit: janë kohë, ke parasysh gjendja vështirë. Ke parasysh sa njerëz që dinë më thon vetëm keq, valla, për Zotin vështirë shumë. Valla ja bo keq, valla, për Zotin keq shumë. Tha, njëri tha, filloi tu anku tek ai. I tha: ata bëj një pyetje, kush? I tha: Yunus ibn Ubejd, jo Yunisi, Yunus ibn Ubejd. I tha: ata bëj një pyetje, po. Tha: a mund ti ndroje syt, ose a mund ti kompensoje syt me 100.000 dirhem? Pra nëse dikush do të thoshte, urdhnoj 100.000 dirhem, mjep syt. Pra të bëhesh i verbër, ama fitojsh 100.000 dirhem. A i tha: kur jo? I tha ky: po 100.000 dirhem, nuk janë pak. I tha: jo, s'bëhet fjalë. Po mirë, 100.000 dirhem, tha, me i dhon dikujt komët. A i tha: s'bëhet fjalë. Dhe vazhdoi, thot Yunus ibn Ubejdi, të i përmend gjymtyrët e trupit ti. A i thoshte jo. A e kupton, tha, që je për milionerëve?
Musliman ka. Llogarit një njeri I cili do të bëj transplant veshke për shembull. Transplant mëlçinje, transplant të shtyllës të palcës, shtyllës korrizore, etj. Allahu na mëshiroft. Tregon sahabiu I nderuar Khabab, ose domethënë dikush transmeton prej tij, pra bëhet fjalë një tabiin ka transmetuar fjalën e tij. Khabab ibn al-Arat thot: A e dini kush është Khabab ibn al-Arat? Keni dëgjuar si emër? Khabab ibn al-Arat tregon se me dhjamin e tij shuhej prushi nga qafirat. Ky tani po flet. Kemi emigruar me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe kemi qenë me të në rrugë të Zotit. Qëllimi dhe synimi ka qenë kënaqësia e Allahut. E Allahu na e shkruajti shpërblimin. Kishte prej nesh, prej sahabëve, që iku nga kjo botë dhe s'mori asgjë për shpërblimit. Siç ishte rasti I Musab ibn Umairit, I cili vdiq në ndodhinë e Uhudit. Thot sa që kur erdhën për ta qefinos, nuk gjenin vetëm se një robë në trupin e tij, kur I mbulonin atij kokën, I shfaqeshin këmbët, dhe kur mbuloi këmbët, I shfaqej koka, derisa e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe tha: "Mbulojeni kokën ndërsa ke komët vendosni barë." Ndërsa prej nesh, po fletaj për veten e vet tani, kush e ka marrë shpërblimin e tij në këtë botë. I njëjti transmetim ka ardhur nga një sahabi tjetër, që është Amr ibn al-As. Thot kam kaluar në jetën time 3 faza. Një fazë që poshtë kisha vdekur, në të do të isha më I dëshpëruar dhe në zjarr xhenemit. Një fazë që poshtë kisha vdekur, në të do të isha më I lumtur dhe në xhenet. Dhe një fazë nuk e di çfarë do të bëhet me mua. Tha faza që po të kisha vdek në të është kur ka qenë njeriu më I dashur për ta vrarë dhe eliminuar pejgamberin alayhis salam. Po të kisha vdek, tha në atë kohë do të isha në zjarr xhenemit. Fazë tjetër tha që kemi jetuar, masi pranuam Islamin, jetuam me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, luftuam me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po të kisha vdek, tha në atë kohë do të isha njeriu më I lumtur. Ndërsa mas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tha na u hap dynjaja, na u çel dynjaja. E kam frikë. Ky ka qenë në fund, kur e ka thonë këtë fjalë, kam frikë se mos e kemi marrë shpërblimin këtu në këtë botë, mos më na ngel asgjë për na herë. Sahabët tha që kanë transmetuar dhe përçuar fenë e Zotit. Merrem me mend ne të tjerët në fjalë se ku jemi. Për të ndalur inshallah taala dhe pak me disa çështje që kanë bëjnë me surën. Pra, surja, pra ky kapitull, kjo sura e Kuranit flet për pakujdesinë e njeriut, për hutin e njeriut, për dëshirën e tij për të mbledhur mirësitë e kësaj bote, derisa e bën që të harrojë qëllimin sepse ai ka ardhur në jetën e kësaj bote. Si shembulli I dikujt që është nis për udhtim diku dhe hutohet në aeroport dhe hum avionin. I duket I bukur, rojane, ngel aty, I hum dhe pasaporta, as kënej s'kthehet, që me rregullu e me e bot re, asa ne nuk e vazhdon dot, se s'vazhdon dot se I ka hik avionin. Kështu është edhe puna e njeriut me këtë botë. Hutimi I tij mas asaj bote është si puna e njeriut që ka humb udhtimin. Allahu tha: Elhakum takathur hatta zurtumul maqabir. Ka I gjë shumë interesante këtu në arabisht. Thot ju hutoi dëshira për të mbledhur dhe për të fituar nga kjo botë derisa vizituat varrezat. Termi vizitor, çfarë nuk kupton në gjuhë? Se nuk do të rish gjithmonë. Zoti këtu tha ka dhënë sinjal se nuk është varri për gjithmonë, nuk është varri për hershëm.
derisa të vizitoni varrezat. Pra ka edhe kuptim tjetër, domethënë pak më thellë. Për këtë arsye një pjesë e mirë e dietarëve konsiderojnë këtë ajet si argument se ka jetë varri, shpërblim ose dënim. Moment tjetër, tha elhakumu takathuru hatta zurtumul, derisa I vizitut, nuk tha derisa do të vizitoni. Ka një rregull që thot në gjuhën arabe, kur tregohet diçka e kohës së ardhshme, në kohë të shkuar nënkupton pa diskutim që kjo gjë është e padiskutueshme. Pra sikur me pas ndodh. Siç flet Allahu për ditën e Kiametit, në shumë ajete kuranore flet në kohën e shkuar, sikur është bë Kiameti. Pra, sikur po na thotë neve, aq e sigurt është, siç nuk dyshon njeriu për kohën e tij të shkuar, kështu është të puna e Kiametit që është diçka e padyshim. Kjo ka të bëjë domethënë me gjuhën arabe. Moment tjetër interesant është përsëritja. Kemi 2 përsëritje në mes dhe 2 përsëritje në fund. Dhe kjo në gjuhën arabe nënkupton çfarë? Nënkupton, domethënë, përforcimin dhe sigurimin e lajmit. Për të ndalur tek momenti I fundit, kur konsiderohet njeriu, e përmendëm edhe gjatë komentimit, kur konsiderohet si njeriu e ka fituar davan e sprovës të mirësisë, qoftë sprova, si më thonë, e dhimbshme, qoftë sprova me kuptimin e mirësisë, që se në fund fare je sprovuar, edhe me të mirat jenë sprovë. A do jap shakun, do të jesh falëndërues, po edhe kur ndodhi fatkeqësia apo e keqe kështu, prapë jenë sprova, do të jesh durimtar. Kur konsiderohet se sprova e njeriu, qoftë për mirë apo për keq, është e suksesshme për njeriu dhe pozitive për njeriu, nëse kjo gjëja e afron me Zotin dhe nuk e largon prej tij. Shkurt fare dhe thjesht fare. Nëse kjo gjëja, çfarëdo që ti ndodhi njeriu, e afron me Zotin dhe nuk e largon prej tij, është e suksesshme. Nëse kjo gjë që I ka ndodhur e largon prej Zotit, e ftof prej tij, do të thotë se nuk është e suksesshme për të. Kështu që gjërat nuk maten me shije, gjërat nuk maten me përjetim, gjërat maten me rezultat. Në sajt rezultatit vlerësohet kush gjëja, siç ndodh rëndom në jetën e kësaj bote. Ti mund të kesh mësuar gjithë vitin, po notën kur e merr në provim. Provimi I njeriu është se si reagon mbas mirësisë. Kjo mirësi dhe kjo begati e Zotit e afron me Zotin? Elhamdulillah. E forcon lidhjen tim me Zotin? Elhamdulillah. E largon prej Zotit? E adopson lidhjen me Zotin, do të thosë nuk ka qenë të mirën e tij, nuk ka qenë në të mirën e tij. A ka një hadith profetik për këtë tematik? Po, ka një hadith profetik për këtë tematik. Cili është hadithi? Hadithi I njohur, tha ajaban li amri al-mu'mini inna sha'nahu kulluhu khair. In asabathu sarra shakar fa kanat khayran lahu wa in asabathu dharra sabar fa kanat khayran lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min. Ka I transmetim që e fut në fillim. Ajaban li amri al-mu'min inna sha'nahu kulluhu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Është përmend në hadith në fillim dhe është përmend në hadith në fund. E rëndësishme, kuptimi I hadithit, tha është për të mahnit, profeti Alisam flet, thotë është për të mahnit me mënyrën se si besimtari jeton jetën. E kjo gjë nuk është vetëm se për besimtarin një transmetim, kurse transmetimi tjetër këtë fjalinë ka çuar në fund. Nëse I ndodhin atij gjëra të mira, të hajrit, bekime, ai është falëndërues dhe kjo është në të mirën e tij. E nëse I ndodhin sprova, fatkeqësia apo të këqija, ai është durimtar dhe kjo është prapë në të mirën e tij. E kjo nuk mund të ndodhi vetëm si një besimtar I vërtet. Pra besimtari I vërtet është me rezultatin. I kthehet çdo gjë në pozitivitet. Ndërsa jo besimtarët, si I masin gjonat, I masin me këtë botë.
Pa çfarë thotë vëlla, po shikoj as ku bota më vëlla. E kupton ti ku është o vëlla, njerëz po shkojnë në Hanë, po shkojnë në Mars. O vëlla, shif ku janë ato që i thonë jo besimtarët, kanë nuës për botë, vëlla. La yaghurrannaka taqallubul ladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Mos u mashtro Muhammed me arritjet e tyre në jetën e kësaj bote. Pra problemi i arritjeve në këtë botë nuk është një problem që po na ndodh sot vetëm, pasa qenë një problem i kahmotshëm. E Zoti i tha pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o Muhammed i tha sallallahu alajhi wasallam, mos u mashtro me arritjet e tyre në këtë botë. Me ta unë kalil, e përkoshme. Pastaj fundi zjarri i xhenemit. O vëlla, po shkoj puna për xhenem, s'ka vlerë më asgjë. Nuk ka më vlerë asnjë gjë, po shkoj puna për zjarrin e xhenemit. Ama e kundërta, nëse njeriu përfundon në xhenet, çdo dhimbje, çdo lloj gjëje, s'është asgjë, s'ka asnjë lloj peshe. Argumente, hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tha, Zoti do sjellë ditën e Kiametit njeriu më të vuajtur prej besimtarëve. Dhe Zoti e fut me një zhytje ose me një futje në xhenet. Vetëm një zhytje, nuk nejti as i orë, as i dite, as i javë, as i muaj, as i vit. Një zhytme. E masi del nga zjarri i xhenemit, Zoti e pyet: "O robi im, a ke vujt ndonjëherë në jetën tënde?" Dhe ai betohet me sinqeritetin më të madh para Allahut, thotë: "Pasha madhnin tënd o Allah. Pasha madhnin tënd o Allah. S'kam vujt asnjëherë në jetën time. Një zhytje në xhenet e fshiu të gjitha." Kurse rasti tjetër, Zoti tha do të sjelli më të bekuarin në këtë botë për jo besimtarëve. Kush mund të jetë më i bekuari në këtë botë për jo besimtarëve? Zoti di kush mund të jetë ai. Mund të jetë Karuni, mund të jetë dikush tjetër. E Zoti i madh Allahu vetëm një herë do ta fusin zjarr xhenemit, jo më lon i orë apo i ditë apo i javë apo i muaj apo i vit. Një zhytje në xhenem. E kur ta nxjerrë për xhenemit thotë: "Robim, a ke pa në të mirë në jetën tënde? A ke kalu në jetën tënde në të mirë ti?" Thotë: "Pasha madhnin tënde o Zoti im, pasha madhnin tënde o Zoti im, s'kam kalu në të mirë në jetën time." Tani çfarë vlerë mund të kenë mirësitë dhe begatit e kësaj bote nëse është ky përfundimi? Ama çfarë problemi kanë vujtjet e kësaj bote nëse do të ishte xheneti përfundimi? Asnjë lloj çka. Se ne na ka dhënë Zoti një shembull në këtë botë. Cili është shembulli në këtë botë? Gjumi. Njeriu mund të jetë lodhë, mund të jetë kaputë, vëlla s'ka fuqi, nuk e shijon asgjë, do vetëm flen. Flen 2 orë, 3 orë, 4 orë, kur ços, kur s'ka not asgjë. Në Amazon për shembull, natë ditë pa gjumë, me kuptimin shumë pak gjumë, me një orë që fleshë gjumë, me 2 orë gjumë, kthehej komplet edhe herë çdo gjë nga fillimi. Për këtë arsye kam baston ikën kënaqësia e mëkatit e mbetet idhësia e mëkatit, pra ikën kënaqësia është momentale, a momentet shija e idhët e gjunofit, dhe ikën lodhja e bindjes, po mbetet ëmbëlsia dhe shija e saj. Kështu që njeriu domethënë duhet të di se si ti boj llogarit edhe mos të boj pazare të gabuara. Pazari i gabuar është të humbësh ahiretin në emër të kësaj bote. Ky është pazar i gabuar. Lut Zotin e Madh që të na falë edhe të na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Amin.